Përshëndetje të gjithë ju të shënjës së Virgjëreshës, mirë se erdhët në Letra Trofejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës tuaj, që është i fokusuar vetëm në të ardhmen. Letrat që kam parë kam Hënën, Diellin, Faqe e Kupës dhe Nën të Shkopive. Dhe letra Oracle që thot: fal veten tënde. Të dashur Virgjëresha, je në një gjendje ku nuk po e sheh qartë situatën. Dhe kjo del më njerë me Hënën, që janë gjërat e paqarta, nuk duken gjërat ashtu siç janë. Ka pasiguri, dyshime, ndjenjë që nuk janë të qarta, mund të jesh duke menduar shumë, duke krijuar skenarë, ose duke mos e parë realitetin ashtu siç është. Pra historia fillon me mjegull, nuk e di sakt ku qëndron, çfarë është e vërteta dhe çfarë jo. Por paralelisht ekziston një vërtet tjetër, dhe kjo është dielli. Kjo letë tregon që e vërteta nuk është e fshehur, është në fakt aty. Ti thjesht nuk po e lejon veten ta shohësh. Pra ke dy nivele, një pjesë që është e hutuar, Hëna, dhe një pjesë që e di sakt, Dielli. Problemi këtu është që po jep më shumë fuqi konfuzionit se sa qartësisë, më shumë negativitetit se sa pozitivitetit. Pastaj hyn në të them faqe e kupës. Kjo është ndjenjë pastër, një dëshirë për diçka të mirë, ndoshta një mesazh, një lajm, një fillim emocional, por është energji naive, ta them kështu. Beson, shpreson, pret. Dhe këtu fillon zhgënjimi, sepse realiteti nuk po ecën sipas asaj që ndjen. Kjo të çon direkte në nën të shkopive. Kjo është lodhja, je duke pritur, je lodhur duke pritur në fakt, je lodhur duke shpresuar, je lodhur duke u përpjekur. Por prap nuk po e lëshon plotësisht. Kjo letër po qëndron edhe pse je apo i lodhur. Dhe thelbi i leximit të dashur: liroje veten tënde nga faj, gabimi apo dhe turpi. Këtu është rrënja. Po mban diçka jo vetëm sepse e do, por sepse ndjen veten në faj. Ndoshta për një vendim që ke bërë më parë, ndoshta për një gabim që ke bërë më parë, ndoshta sepse kërkoj ndjes, ndoshta sepse mendon që duhet ta kishe bërë ndryshe. Dhe ky faj po të mban në këtë cikël. Pra je në konfuzion, por e di të vërtetën. Po shpreson për diçka të mirë, po lodhesh duke mbajtur sepse nuk e ke falur veten për atë që ke bërë, ke thënë, ke vendosur dhe çfarë do të jetë. Pra të dashur Virgjëresh, nuk je e bllokuar nga situata. Je e bllokuar nga faji që po mban për veten, apo është dashur ti bësh ndryshe. Nuk është situata që të mban, është fakti që ende nuk e ke falur veten për atë që ka ndodhur. Dhe ka ardhur koha, Virgjëresh, të ecim para. Nuk ka njeri në rruzullin toksor që nuk ka bërë ndonjë gabim, që nuk ka marrë ndonjë vendim që është penduar më vonë, që nuk ka bërë ndonjë faj. Nuk ka njeri. Pra, të qëndrojmë aty dhe të sakrifikojmë veten për një gjë të bërë gabim, vendim, mendim, zgjedhje, çfarë do që të ketë qenë, është mëkati më i madh në vend se të ecës para me gjithë këtë diell të dashur Virgjëreshe që e ke dhe e ke të qartë.